Asnjë njeri, pa përjashtim, asnjë njeri nuk e din se sa do të qëndrojnë në këtë botë, kësaj të gjithë e dim se jemi përkohësisht. Të gjithë jemi kalimthi dhe jeta e kësaj bote nuk është destinacioni final i ynë. Këtu jemi vetëm kalimtar. E tash kalimtar që do të qëndrojmë mesatarisht 60-70 vite, dikush ma pak, dikush ma shumë, po megjithatë kjo botë ka fund. E fundi është i rëndësishëm në vlerësimin edhe llogaritjen e praktikave. Çfarë burri o kanë filani, te Zoti do të vlerësohet që ka përfunduar jeta. Po edhe te njerëzit, nuk është se njerëzit janë të pavëmendshëm për këtë punë, për atë arsye kanë thonë njerëzit e mençur, është sukses me vdek pa u korrit. Pa u korrit, do me thonë, me jetu mirë edhe me përfundu mirë. Edhe e kundërta, është humbje e madhe me u korrit para se me vdek. Edhe kanë thonë për do njerëz, ka njëherë të cilët gjatë jetës tyne nuk jenë konë që është duhet, edhe i kanë thonë njërit, filoni kishë ndru jetë, kishë thonë s'po më besohet se halas u korrit, halas kom një që u korrite, që si bura nuk vdesin pa u korrit. Allahu na rujt. Allahu na rujt me u korrit, Allahu në mos lejoft me u korrit, Allahu na e mundsoft na me vdek, pikrisht ashtu qysh është Allahu i madhruar i kënaqur. Po njeriu prap krejt përpjekjen e ka me veten e vet, me unin e vet, me egon e vet. Vetit do të mi qitë kushte. Qashtu qysh i qesëm kushte dikujt, prej cilit përpiqem me marrë ndonjë përfitim. Po e zomë, aplikojmë për një punë dikon, edhe ti, ajo çka të shtin me apliku, është oferta që e ka bëj zotnia. Po kur të shkojsh me u marrë vesh, edhe ti i ki kushtet tua. I thonë, s'du me punu ma gjatë se 8 orë, du në mes 8 orëve me e pas një pauz, du me e pas një pushim javor, du me e pas një pushim vjetor, kushte. Në çdo përfitim ka kushte. Njeriu me vetveten e vet, mas pari vetës do të mi qitë kushte, dhe do të mi thonë vetit, ku ja kem sy? Ku po dënë, që shtu që qenisti nuk shkohet atje ku është mirë. Edhe i qëtë vetës kushte, e bën një marrëveshje, një kontratë që ofte të panën shkrume, mirë po vazhdo me ju përmbajt asaj edhe me e lyp të drejten e synimit pozitiv në çdo hap të jetës. Edhe kur arrim me e bë kështu, kena me e pa pastaj se çdo ditë e jetës tonë është mundësi jo vetëm e përmirësimit, por është mundësi e përfitimit dhe është mundësi e afrimit plot. E masanej kur të kalojmë pragun e kësaj dunjaje, se kjo dunjaje ka një prag. Edhe njëti prag është dalje prej kësaj dunjaje, kalim në jetën e përtejme. Ai prag është vdekja. Kur e kalojmë për prag, këtë prag, atëherë e vërejmë se ja ka vlejt çdo angazhim që e kemi bë. Çdo punë që e kemi marrë seriozisht, ja pas ka vlejt. Dikush që se ka marrë shumë seriozisht do të lyp me u kthy edhe një herë, pa Allah i madhruar kërkujt si ja ka dhënë mundësinë e dytë. Për shkak se në këtë jetë na ka dhënë boll arsyetime, na ka dhënë boll dëshmi, na ka dhënë boll mend, na ka dhënë boll argumente. Andaj ai i cili nuk i ka shfrytzuar dhe nuk i ka kuptuar seriozisht, ai realisht edhe nuk do t'i shfrytëzonte as herën e dytë, as tretën, as kështu me radhë. Allah i madhruar na drejtoft në rrugën e tij, na dhuroft sinqeritet e seriozitet